Çuçi nga Partia Socialiste është kërkuar zyrtarisht nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të shtyhet orari i votimit, duke qenë se ka një bllokim të rrugëve të qytetit për shkak të Xhiro d'Italia, e cila sot është në qytetin e Vlorës. Nuk e di nëse ka një reagim zyrtar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, di që Partia Demokratike e ka refuzuar, ka thënë që nuk është dakord me këtë kërkesë. E ka kundërshtuar me këtë kërkesë të Partisë Socialiste. Por qytetarët... Ka qenë një kërkesë zyrtare e drejt nga ana e drejtuesit politik të qarkut Partisë Socialiste, zoti Bledi Çuçi, përkundrejt Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të patur një shtyrie të orarit zyrtar të votimit nga ora 19:00 të kalonim në orën 22:00 për shkak se Xhiro d'Italia do të mbahet për gati 4 orë. Ky event i ciklizmit do të ndikojë 14 akse kryesore rrugore, ku në fakt prek 55 qendra votimi. Rrjedhimisht duke parë kushtëzimin që u ndodh qytetarëve të Vlorës, është kërkuar që të ketë një shtyrie të orarit zyrtar. Deri tani ne nuk kemi një informacion apo nuk kemi një deklaratë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, vetëm kemi kundërshtimin e bërë nga pala opozitare.